Pastaj kush jemi ne që të zemrohemi se na thanë budall? Kush jemi ne? Ata i thanë pejgamberit alayhis salam. Ata i thanë pejgamberit ton, ti je magjistar. Ata i thanë pejgamberit ton, je mashtrues. Çfarë nuk i thanë? Por aq të zgjuar ishin ata që i thonin pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam magjistar, mashtrues e me radhë, saqë pasurinë e tyre ja kishin lënë amanet atij. Kur ikën nga Mekka për në Medinë, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i thot Aliut radiallahu an, ti sonte do rish në Mekë, nesër do shkosh ti qosh filanit do ti qosh, këto se janë pasuri e tyre, i kam pas unë amanet për t'i rujt, pastaj do nisesh për Medinë. I thoshin mashtrues, se nuk ju shkonte për shtat që të linin idhujt me besu Zotin e vetëm, por ama e dinin që ai nuk prek as edhe 100 darkë. Ishte më i besueshmi në Mekë. Ashtu duhet jemi edhe ne. Njerëzit për jashta mund të na thonë, këta janë budallë që shkojnë në xhami, por të jenë të gatshëm me na lanë miliona amanet, se thonë, këta mund të jenë budallë, po me hangër haram nuk hanë. Ky është muslimani. Musliman nuk do të thotë vetëm të vim, të falemi, të ikim, dhe pastaj kur të dalim për jashta të bëjmë çfarë dojmë. Jo. Musliman nuk është ky. Islami, vëllezër dhe motra, fillon mas namazit jashtë xhamijet. Këtu vim me la borxhin. Këtu vim me i thanë Allahu të madhëruar që ne të kemi dhënë fjalën ty që do të jetojmë si musliman, e kur të dalim jashtë duhet me majt fjalën.